qënë? Në Korrik do të nisi një program i Aldit dhe Kristallit që quhet Kush i punsoi këta? Tim tregon shoqëri, tim tregon shoqëri. Nuk shih as shoqëri. Se ti marrë me te. Ore kjo nuk është me ty. Si shoqa ime ngushtë më përqesh në audio dhe gjithë juve qeshni. Faleminderit shumë. Bën filmove! Si e ha? Qofin gjithë lutëm se më duhet për të prodhimi nesër. Marra shumë shpejt. Ku është në? Wow. Se është nga kjo? Kur një shtëpi mbushet me njerëz të cilëve fillon t'ju vijë kërcënimi nga jashtë brenda, miqësitë fillojnë të ndahen me një shpejtësi të frikshme. Një përqafim sot kalon në një zëng nesër dhe pa kuptuar, një kamp i ri është krijuar në vilë. Doli goca në penxhere. Ma zharku. Ku jeti e marrë gjimet? Marrova, që bëha? Hiç pa, çik prosciutto, çik gjiz. Mos ha, dresh maj djetë. Pero zemra ne kam nga menopauza. Ne kam nga menopauza. Po nga çfarë kam që më shfrybar? Jam si flutur jam, na? Jo, unë çfarë kam, se më Po e thri çat frybargo zemra. Je shumë mirë. Je shumë mirë, mos e vrit menjen. Po jam i lodhur po. Jo, paska fatosur një surprizë për ty. Po kjo nga dole. Hajde, hajde. Çfarë surprizë thot këme? E kjo zemra mos është një ua do më ke nxjerrë në teaser me shumë mundësi. Se nuk më nxjerrin kur? Nuk më nxjerr kur në teaser. I shkrit. Do tek zero. Hajde, hajde, përveç se surprizë të zero. Po Ka ecni shumë gru. duhet Piroli Mondës ty. Po ecni gru se ti bina i që fatosit niste. Se fatosit paska. Tonxhi! Çfarë do të bëjmë këtu? Se qenu. Jola. Wow, ftesa ditëlindjes. A star was born on 15th of July, Kostian Gjerazi. Wow, Tonxhi nanas! Pas ka ditëlindje në vdes fare. Na pret një rëmundje vërtet. Sepse kur ftesat janë të mirë përzgjedhura, askur si lexon thjesht si një copë letër, por si një mesazh i qartë. Në këtë vilë, siç mund ta keni vënë re, mesazhet nuk harrohen. Përkundrazi, rrin, zjejnë dhe pastaj bum, shpërthejnë. Si të shikoni, mbrapa me ndodhen dy lop, njëra është kafe, tjetra është pak black and white. Një sekond. Po ky ç'a do? O stupid ass ho! Ç'a dore? O zemra! Juli, Gjesi, Crystal, Misi, Kosti, unë. Qa e vetëm, pse 6 emra? Edhe? Pse qa priset ti të ftoja gjithë vilën unë? Po? Koleg për 2 vitesh ndoshta? Po pikërisht pra koleg për 2 vitesh, po ti e di gjithë si i kemi relatat ne, dhe me kë shkoj dhe me kë nuk shkoj, jo se kam një gjë personale me ta, po dohet bëja fest private o burr, fest me pak njerëz. Po literalisht o zemra ke lënë vetëm 4 veta jashtë. Aman o des, po ne 10 veta kemi ngel gjithsej tani, ftova 5, lash 4. Unë jam i 10-ti. Po pra, pse du të lije 4 veta jashtë, e kupton? Ti je i ftuar njërë, për qa na bën këto drama kot? Jo me jo, jam shumë okej, jam rregull unë, po t'vjesh u habita nga 6 testa prandaj. Po pse kam fillu flasin në për villa, to ka plas drama radhës. A të se di unë t'jesh i pash tani se pash zarfin. Shishitosi, hajde. You such a messy ass bitch. O desi, shiko si është puna, unë nuk dua të bëj një ditëlindje fake dhe të ftoj njerëz me cilët nuk kam relata në vilë. E kupton? Nuk dua të bëj ditëlindje thjesht për Instagram, për t'u dukur, për të marrë ca riposte në story.
The shade! Për kë ke? Po jo more qa shejdi, thjesht kështu e ndjej unë o burr, nuk ka shejt fare këtu. Thjesht dohet ta bëja private, ç'të keq e ka, a nuk mund të festoj dikush ditëlindjen vetëm me njerëzit që do? Për kë ke këta, për kë ke? Jo more nuk e ka me asnjë. Për kë ke? Aha, lej këta se njofun ty pa hec. Ik tani se kam xhirime. Na ka interesu në qofë se bëndet 10 emision. I doli rryli fytit gjithë fatë të bërtit si Po pra problemi është në këtë pikë më duket sikur thjesht e kam personale kur bëjmë diçka ne si dy. Ore Lena, shnosha e punë, po hajde diskutojmë se kam e marrë thash. Episodi i parë. Po. 2 starsa. Ciao. Shif mbledhjen, shif kam e marrë thash. Hajde tash. Artemisa? Artemisa qas na tha, Artemisa i doli rryli fytit të bërtit aty, i doli gërmozi jashtë. Faqë na keni marrë ide. Po, i kena vjedh ide në Artemisës. Gjesi? Tjetër. Gjesi mozisa Artemisa. Po Gjesi s'kapet. Ema, mire është për mërzit I fije, me thamë drejtë, dhe se di se sa do vi me në animua për me në përshpun. Kush ka ngel tjetër? Juli I ban alergji I plazhin, nuk është një I plazhin. Po se lë desi, me gjithat mlef që kishte. Fatosi është në për Shqipëri të bë ekspedita, asaj sartë. Kostiani me Artemisën, thana apo thoni dhe? Po, doli më hajdu, kush na ngel tjetër, na del Kesiana. Kesiana, që me thante. Oj, se nuk mund bësh pak serios? Serios? Kesiana ishte mazi, qas tha, mos mirë njës, shoqëria, ti bën kështu, ti bën ashtu, që ta marrë dhe emisionit tash? Në vit emision, mas I thot I qindëzesa, jo, vëllas do vish. Po më falë, me këtë do ta bëjmë emisionin, se nuk është vetëm neve të dyve. Okej, ne jemi ata që ideuan, po thamë që do marrim dhe starës të tjerë. Duke qenë se ishte pak situatë dramatike, tash kanë kaluar pak ditë. Ta presim, këtë episodin e parë mund ta bëjmë dhe vetëm, ne me kalimin e kohës se do të mësohen me këtë gjë, kupton, s'kan ka shkojnë parë se duan marrë se ne bëjmë aventura, verë, plagë, gjana, për çfarë. Do vi një moment që do I themi që ti janë, si do t'i themi? Me fazë do I thush Kesianës. O Kesian, ka lapsi mardh, po do vishti që këtu a punë o Kristall. Se mendoj që... Vetëm ngelëm, pra, pa mera. Do ta bëjmë vetëm të parë? Vetëm të parë në bëjmë vetëm, s'ka problem. Po si? Vetëm, pra, po ka me marrë qetë, që ku I ke Florian Botrar, kush ka ngel? Okej, unë them, e nisim njerë vetëm. E nisim vetëm, edhe shojmë, do shta qetësohet dhe pak situata rrugës. Po qetësohet, mas një javë I ke gjithë të thanë kur po vi. Dhe Kostiani mira që të vi. Si më sta marrim atë. Për Kostiani po mendoj të bëjmë promo. A tu bje? Kam një super ide. Ja shashë datët e mbledhja. Në rregull, se ashtu. Do që të them. Po thuhje më. O Gente, që po bën? Ema? Si e? Si t'ka? Mirë. Mirë. Mirë, ja. Ku të bëjë në gjithë kohës në përvile dhe nuk vjen të takosh? Po pse mëse mos erdhe ti të takosh mua? Ti duhet vish të takosh. Po mëse unë jam gjithë kohës te në për lëvizje me kabla, ja, shif sa kabla ka. Po, Ja, shif si kam. Kam punësuar në regji tani. Jo, nuk ka lidhje, thjesht po bëj gjonat gati se kam regjin atje dhe do bëjmë audicionet edhe Audicionet? Po. Ç'është? Emrat? këto janë emrat e starsave që do pozicionohen. Prit. Edhe janë këtu. S'po shoh emrin tim. Po ku di unë? Nuk e di. Oh? Sa nuk është? Si jam? Po nëse më edhe po nuk ka gjohatin të regjia të vënë. A ç'do bëjmë ty aty në regji unë? Unë do rol. Do rol. Nuk merr në role. O faleminderit që ma the. Lesi se flas vetëm. Flas vetëm. Po. A do më mos pak? Ti marrim to? Do më mos pak me kablat o shopra. Nëse ke pa Gjesin? Jo, se kam pa. Vërtet? Thash se do pyesi për mua, për Gjesin. Se kam. Ç'është kjo? Po kodi. Një tjerë, tho. O Gjes, ka bona. Ose Gjese. mbani dhe jo. Si kjo? Kjo e ka po? Kjo e ka po? Po e ma, se më fiksova me këto drama. Dhe apo se do punoj që kam punë?
Shoqen ve kjo? Po Flora ti et. Ka marrë vesh Gjesi që ka bërë të misa makinën me shkulla e ka pritu për ta marrë vesh. Shi sa po është ra, po pse vetëm njën e nanë më Flor, pse se ka bë dhënën tjetër? Po do të ketë takim makina dhe ka bë gati për qenë gati për takim special. Oj. E kënap? Po tash e paska të prodhoj fjet Gjesi me ta. Do me marrë vesh gjithë atë? Ka 500 lekë fotokopje Gjesi, paska i dita punë veç në fotokopje. Jo dhe ne për të pintu gjëra ty. Zot na ruaj. S'ke qa banon Flori, ka jeta këto, kështu ashtë kur shkole bën vojse. Ka vazhër, dhe lamë të Kështu ashtë kur bën vojse. O mis. Nuk dal, mos i bjerë derës kot. Ama mis, mos vrit veten, hajde. O, Kostian, do t'i lësh tani këtë ironit? E kupton qa ka bërë ajo apo jo? Edhe m'ka shartë, dhe m'ka përqeshur dhe tani shkon vendos fotot e mia në përmuret e vilës. Edhe tallen, nuk është normale, shoqja e ngushtë, e kupton? Misi, hajde se ke dal mirë ato fotot, ka dal trupi perl. O, Kostian, Hajde o burdin të shi se si rabja të mbyllur. e kupton të ta bëj shoqëria dhe aq më tepër shoqja e ngushtë? Nuk e kuptoj se si Gjesi printon fotot e mia dhe i shpërndan kudo në për vilë dhe aq më tepër në hyrje të vilës që ta shohin të gjithë njerëzit. Për çfarë e bën? A e nisi ajo këtë lojë? Le ta mbajmë qëse është e fortë të bëj lojra. Këtë që keni bërë ju, a e kupton apo jo? Është mbyllë Artemisa. Se që po? Del, nuk e di, do vrasi veten me ndaj shakë. Se bëjnë robot atë. Po bollë Kostian me këtë humoret e tua se s'është momenti. Artemisa qa ke? Nuk dalo Flori, e kupton çka ka bërë ajo tjetra? Po hajde, dirë se flet formati janë që do gjengë Artemisa, shi, mos na Hajde se të kam se shku me në rojë që ka te Kur të pru. vi ajo të kërkoj falje për ato që ka thënë dhe ato që ka bërë atje. Ka që ma ngel qefi që. E sqarojmë ne këtë punë, hajde hikim e sqarojmë. Hajde se qënë ne, hajde se bërë ne nga jo. Dhe kush do tjetër këtu vërtau. Na hajde ti me. Hajde. Me ka dote ti me Po mua. me ne normal. Se ne nuk i gjisim foto shoqës te Mos përqeshni, edhe mos shani. Ju që hargjoni Efes, bojna. Kemë Që bërë këmo betër. Adhe ti tani që nga bjerë në bukë. Gjesi, Si visi qeshe. si ndihesh Gjesi? Që shkolla e shan Artemisën shoqen tonë që ka qenë momentet e tuaja më të vështira, e shan me njerëzit që e zënë më shumë vilë. Si ndihesh ja ban kët Artemisë? Si ndihesh? Dhe shkon e printoj gjithë to foto këtu. Si mendon se ndihesh? Mi qa po thot? Qa po thot ti duhet të vijet e unë. Ti duhet të vijet e unë. Del dhe përqesh para 2 ditësh ke qaj dhe ka marrë të kam Kosovia. Dhe ti del më përqesh mua kur ta në shaj. Ti për qa? Të kërkoj e falje. Ti si shoqe e falje. Jo, mos përmend shoqëri se ti se shoqe do i kishe bërë atë që bëre. Atë që bëre. Ishte shaka. Shaka. Unë i lëndova më kërë shaka nuk lëndohet tjetri. Pse u lëndove? Po se e mshani gjithë grupi që isha shoqëri. Nisti, ti ke si maturuar, shpik kisha e kisi diskutuar me shoqën, e kupton? Jo, e është detyrimi juaj të vini Reciproke. O misti, Edhe kjo shaka ishte, edhe kjo shaka ishte. Shaka ishte. O më falë, o Gjes, si ndihesh ti? Jo, pse qashtë Artemisa? Okej, tamam. Nga ty që thua, Artemisa nuk duhet jetë pjesë e what the fuck. Që Artemisa punon nga Gjesi. Keni 2 vite që punoj. 2 vite që punoj. Nuk duhet të punoj. Edhe ti nuk je shoqe. Nuk je shoqe. E ka thënë mirë Kristolli që në këtë vilë nuk ka shoqëri dhe unë te debati vërtetova që as për mua nuk ka shoqëri. Po me qënë se Gjesi dhe ata të tjerë duan luft do kenë nga unë, asgjë më tepër. O Gjesi, kështu i përdor shoqërinë ti. Kështu e përdor shoqërinë, mi vut nga rrem edhe muton në grupin tonë shoqëror. Kështu e përdor shoqën tonë. Unë mendoj që komenti për Artemisën është më i rëndi. Nga gjitha. Erdë ju, se mos e pikë në spatën, unë më toj. Ta shumë në të dëndë, më Shife që. Lesa, prek. Tyra tuaja. Në çdo vend, 3 muaj nuk ka ardhur. Kam dashur. Edhe sa mirë pas kam dorë. Vetë jep të drejtën ta shoh. O Gjesi,
si se s'ka. Se shive ka ftyra, ti qaje, unë vija mastë. Djetë që mosur edhe bishtin për pjetë. Artemisa, me një të drejt kam dhe këto. Pse e mora hap? I minuto, Gjes. I minuto. O Gjes, Artemisa, me të drejt. Unë diçka s'kuptoj këtu. Ç'lidhje ka Aldi me konfortuar Artemisën? Nga gjithë persona që mund ta konfortojnë Misin duke qarë, Aldi ç'lidhje ka, e kupton? Është vërtet, domethënë konforton çdo gocë këtu. Çdo gocë, Kristo, Kristiana, Emma, Artemisa, Gjesi, është me Aldi Don Juani gjithave, se kuptoj, më thënë çka ku do me arrit. Se nuk shkove me kërkues sqarim po I mora hapën. Ai që është sharë duhet të kërkojë sqarim apo ata që kanë sharë duhet të vinë. Se si ke dhënë sqarim? Se si dhe sqarim? Sa kalama mund t'i jesh, të më thënë t'i bësh makinën tjetër sa ashtu nuk kam pa ndonjëherë. Ne kemi ftuar Artemisën për dalë, ne kemi ftuar për darka, nuk ka ardhur kurrë. Thjesht do vëmendje tani se kuptoj. Sa mirë ja bëri Gjesi që ja shpërndau fotot ku do ta shohin gjithë sa kalamash Artemisa. Në vend që tu le diskutoj, shkon e bën me lak sakte ani. Ta shohin gjithë çka kalamani je Artemisenja. Qetëso, nuk mund të shkosh në këtë nivele. Ç'a nivele mos? Ç'a nivele? Keni shu ju në këtë nivel, pa shu ju. Jam shumë I sigurt që Artemisa këtë gjë e bën vetëm për vëmendje. Ishin 5 minutat e saj të para të famës, kështu që ja bëj edhe halal. As nuk mendoj ndonjë gjë kreative të paktën. Mish e bëri me shkumrroje, po ja bëri gjysmë. Po e bën robi makinën gjysmë e kishte mbush me 700 gjëra të tjera. Kot edhe një letër. Faleminderit shumë, mikja ime. Se stoftojnë pasaj pyt vejna Po se talleni me ta normal që s'do vije. Se nuk uftoni mua. A normal. Po ç'a të ftoj që talleni me ta Artemis, hajde pak. Se si viktim. Jena në demokraci, japim mendime, opinione, kur shohim se një situatë ndoshta nuk është ashtu siç do të reagoshim ne, japim verdiktin ton. Mu duk pak e tepërt ai reagim kundrejt Artemisës, të marr parasysh se ishte edhe shoqja e vet shumë e ngushtë e Gjesit, edhe pra ne mendova që shoh edhe anën e Artemisës, edhe bana 2-3 pyetje që fatkeqësisht nuk theu kush përgjigje, po gjithsesi unë bana timen. Kisha pa aty. Kisha pa shoqen tuaj, se s'e la shoqen tuaj. Shoqen tuaj pra. Por s'po më bani ç'a doni po. Një shpakull për të qarë. Po gërvishet me skumë. Artemis, qetëso Artemis, ç'a ke? Po ndodhin shoqëri këto gjëra. Është normale o Alti. Sa normale, dha të janë munu tash me bëj prank I gjatë lezetshme dhe ti ata më njohin shumë mirë. Ata e din që unë prekem, nuk sidomos te njerëzit që unë I kam afër, sidomos nga Gjesi. 2 ditë para ishte duke qartë të shkallët shkova. E pyeta, pse nuk shkoj një nga çunat? Ore, ky ti thash edhe unë asaj. Jetja bosh hoqëstane. Po gjithsesi mendoj se diçka ma gallat, nuk ke nevojë të më përjetu kaq shumë. Rëndësishme është që më mësuat pak diçka. Po ishte turpshme o Aldi ajo që bëri. Ata bëjnë prankse që nuk I bën as ti. As ti nuk I ke bërë ato që I ke në emision. E bëjnë këtë prankun, kur e bëj unë, ata nuk I pranojnë. Në thënë drejtën, ma keq merdhi sepse dush me qetë ti personi që deshe me vun ka rrem Artemisën, 4 veta me të Po mund të ma thonin mo, e luaja unë rolin nëse donin ta bënin si prank. Pa dha, unë me bëj diçka të bukur siç mund t'ja bëj shokut. Dhe I dështoj. Një njeri që do m'ja lën tekun aty I shkon I thu, pse ma ke bash ne, pse ma ke bëj Nuk shkoj të kërkoj llogaritë dikush që duhet vi vetë më kërkoj falje për atë që ka bërë. Aq më tepër ai që është shoqja ime. E fatosi nga ana tjetër, na merr na çon ftesa të dyja te ditëlindja, kur e di shumë mirë situatën. Çfarë ftesën? Se marr ftesë. Më mora po. Jess, a ka firfatosi ti? Po, normal. Ka se? Dhe ti. Okej. Si jeni? Ju ka në ftesë për fatosin? Po, jo, që ftesë? Po s'ka, ha? S'ka, ha? Jo, s'u da ftu? Për qa? Ditëlindje. Shumë për që ditëlindje, ka ditëlindje ai? O, e 15. Nuk ka gjë ftesë. Mam ka që tipi. O Kostian,
A të ka ftesë për ditëlindjen ty? Ti fatos. Ha. Qa ke si në të më kokë? Sigurisht që po. O, derbar. Por e këtë me të pyt, a të ka ardhë ftesë ty? Po. Ftesë fatos. Fatose do? Po, normal. Ka ardhë, Duket po vërtetojnë gjithë ato mendimet që kam unë kokën time. Unë qenë kam hala në syrin e fatosit se nuk e len më pa fare. Ma quna, këtë mi u pyt, ma shumë për mua bet. A ju ka ardhë ftesë juve? Ftesë? Fatosin. Një ka qune ftesë? Jo, nga ti po marrë vesh, që ka? Ku di unë ka ditëlindje ka qu ftesër? Fatosin? Po, si ju ka ardhë ftesë ju? Nga ti po marrë vesh në dje fare. A që do, ftojnë një lojë. Shnash. Kësjena, a të ka ardhë në ftesë ty? Kush martohet? Jam seriozisht, të ka qu fatosin në ftesë? Jo. Pse? Jo, ma këtë. Pa fedit linën, po gjysët si pas ka thirë. O? Shnash, kena shnetin. Ari madh, a thu se. Aman o fatos, di që qik për vëmendje, po tani rob jo bën ditëlindje jo nuk bën. 5 i fton, 5 nuk i fton. Pale do e ketë mbush me plaka aty edhe s'ka pas vend për ne. Do e të frymzuar si duke do ketë bërë dhe dekorin me specat kuq. Dhe kështu, ata që gjithmonë i keni parë si njerëz që rrinë më vete, pa pritur po mblidhen bashk. Jo sepse ju afruan vërtet dhe zemrat, jo. Mos gënjeni, sepse kur fillon lufta, edhe ata që duket pavarur, kërkojnë një anë ku të qëndrojnë. Po jo, pra po që shku nga becë, ta që ke si ana e thiri qitë, bëj super fest, i organizoj, ta që jo të qu të diferencu, jo po 5 do marrë. E sa ndarë këtë të marrë, që të themi, nafto me sortë të ditin? Ora, i funit i shinu boft, po thjesht. Po të drejtë nuk e kuptova fare pse Fatosi nuk më ftoi në ditëlindje. Të mos më ftosh mua në ditëlindje, a të ftosh lloj robi? Nëse aty do i kenë hatri me Nigeri me thënë drejtën, se ai është Allah, zot na ruaj të rish larg. Se e madhe të më shefta ai, se tregon kështu. Rombi vetëm tregon. Po s'ka lidhje, ai se ndjeme na thirr, ne mos na thirr, s'ka ne lloj problem. Çfarë ka me ty për shkak, s'ka frikë. Po ku di unë do të më pyet se unë se di, unë s'kam asnjë gjë më kërkon. Si e pyet ti atë çka ka me ty? Unë jam më i diferencumi, si ju ka thirr juve se unë e di se s'do më ishte. Ti e pret në vetë. Ore, Doran qërin do Kristi. që menoni të bëjmë në gjallën e këtu? Jena vetëm ne. Me që ata tjerë do t'jente ditëlindja e Fatosit. Mendoj se jo ditëlindja ime do t'jetë më interesante se ditëlindja jote, Fatos. Gëzuar jo ditëlindje për mu, për ty. Gëzuar jo ditëlindje për mu, për ty. Ca. Bëjmë diçka të bukur. Që po na zë gjë. E jashturi me plan. O, Fatosi shkret, sa gabim ke bërë që s'na ke ftuar në ditëlindje. Jo për gjë, jo, se kur të kem unë ditëlindjen, jo ftesë, po s'do e marrësh vesh. Qa planë me bëjmë në gjatë, dumë drama. Aman, do pse me u marrë. Si me i tonë vëmendje kohë. Feston mirë kush feston i fundit, Fatos. Dhe që mi ba qefin. Së më marrë kohë.